Dashuria që do të ketë njeriu për Allahun xhël xhelalu është esenca dhe shpirti i besimit islam. Nuk funksionon as i lloj adhurimi, as i lloj madhërimi ndaj Zotit nëse nuk ke dashuri për të. Nuk funksionon. Prandaj dashuria që duhet të ketë besimtari për Allahun xhël xhelalu është shpirti i këtij besimit. Ne tham radhës që kaloi që ka i hadith profetit alayhi salatu wasalam i cili thot kur Allahu e do dikën, çfarë vlerë dhe çfarë mirësie ka, kur njeriu tregon dashurinë për Allahun dhe nëse Zoti xhel xhelalu e do atë person, ka një vlerë dhe një shpërblim të jashtëzakonshëm. Thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse Allahu e do X-in, një person, atëherë thot i thërret Xhebrailit duke i thënë që o Xhebrail, unë e du filanin, prandaj du edhe ti atë. Dhe Xhebraili i thërret të gjithë me lajket, pra banorët e qiellit duke thënë që Allahu e do filanin, edhe unë e du atë. Prandaj dujeni atë njeri. Dhe thotë e duan të gjithë me lajket, dhe kjo dashuri zbret në tokë. Edhe sendet apo çdo gjë që ekziston në këtë tokë do atë njeri. Nëse të do Allahu, çdo krijesë të do. Prandaj, dhe kjo është vlera dhe kjo është mirësia që tregon njeriu ose që tregon për vlerën dhe shpërblimin e dashurisë ndaj krijuesit gjithësisë.